Ka me dojë, veç kësoj rade. Si e komentoni ndërprin e seancës, nuk shkoj as në votim kryeparlamentare, asoj rade. Më besoj që ishte një qendrim korrekt, kjo është realiteti. Nganjëherë në situatën që është, ju duhet gjeni rrugë për të ecur me duke. Më besoj që ishte një qendrim korrekt për të gjetur rrugë. Në fundit, kjo është mënyra funksionimit të bashkëpunimit të gjetjes rrugë që Kosova të këtë institucionet e veta. Shpresoj që nga sot do bëhen përpjekje për me mua afru dhe me dha shansin e mësim në institucionet. A do takoheni me Kurti nëse ju fton? Kompromisin politik me gjitha parti. Shtrëlimaj? Cili është kompromisi? I mund shumë. Po partia e parë nuk arrin me siguro vota, zotë Limaj, nuk arrin me siguro vota. E keq që s'po fillan në kohë, jo pa 20 minuta me vonesh, kanë pa gjithë kohën, pra 2 ditë, kanë mujtë atë që na thanë pas 20 minuta me thonë kohë, jo serioze kjo. Është e vërtet që edhe në kaluarën ka pas negocim për kryeparlamentar, nëse duhet vota opozitës, që ka ndohë pra, me bashkëvotu gjithë parlamentin për kryetar në kryetar, atër ka logjikë edhe më diskutu me opozitën edhe kandidati. Pra në këtë rast një kandidat më konsensual se Zonja Haxhiu. Ne kemi dhënë disa mendime si aleancë potiste, do një kandidat tjetër do ta kishim më lehtë me votu. Potencialisht? Kemi përmend as mos gjithashtu si sponsori emra, po jemi të hapur nëse opozita edhe partit tjera dëshirojnë me gjetë një rrugë, pra me kalu përtej konstruimit të kuvendit, që me fillu koha për qeverinë dhe ne si aleancë jemi të hapur. Pse po thoni në Haxhiu përderisa keni emra të tjerë të vetëndosur që thonë jeni pro? Kjo është çështje e propozuesit, po nëse të vynë vota e partive tjera s'mundesh në kuptimin me qenë fare jo i hapur, pra du të diskutojmë edhe kandidatin. Nëse vëves që ka votat për kandidatin e vetë, atër ta gjenë një kandidat ma unifikues. Kush janë deputetët që po bisedojnë, negociojnë të jenë në grupin e juaj parlamentar? Jo, s'kem në një zhvillim tillë, ne po presim pra që në nivel partive politike të ndodhin këto diskutime, ne vetë s'jemi pjesë në një diskutimi. Ju faleminderit. Faleminderit. Kurse po edhe brenda dhe si deklaroi edhe zoti Konjukca. A është kjo që ndoshta nuk i keni votat e mjaftueshme për kryetaren e kuvendit, apo cila është arsyeja? Është e qartë që opozita nuk do të merr pjesë në votimin e zonjës Haxhiu, ndonse është kandidatja grua që ka marrë më shumë të vota, dhe është propozimi i lëvizjes vetëvendosje dhe propozimi për kryetare në këtë rast të kuvendit, që kanë lëvizjes vetëvendosje. Andaj edhe ne bëjmë ftesë edhe të partitë opozitare që të votojnë kryetarën e kuvendit, në mënyrë që pasaj të mund të votojmë edhe në kryetarit edhe të konstituohet kuvendi e të vazhdojmë tutje. Propozimin për me gjithë kompromis politik, sepse partia ka kontinuar të prera. Haxhiu është kandidatja e lëvizjes vetëvendosje. Faleminderit.